Jam kthyer në studio dhe këtë radhë kam të ftuar profesorin tim, mikun nga më të hershmit të ADN-s, me cilën kemi ndarë shqetësimet për ato probleme që po diskutohen sot për natyrën këtu në studion e ADN-s. Ai është profesori palodhur, gjeografi më i mirë që kemi ne, profesor Perikli Qiriasi. Profesor Perikli, mirë se erdhët në ADN. Faleminderit, monsieur Gjeta. Gjithë këto kohë, profesor, pati një zgjim të vetdijes qytetare për ambientin, me protesta, me shqetësime, flamengot u bën, si të thuash, fotografia e ditës. Doja t'ju thosha, përse arritëm deri këtu? Si mendoni ju, profesor? Pse erdhëm deri këtu? Është e vërtetë se protestat e fundit... Mund të vazhdoni regjia me pamjen nënt, po. Ose ja, t'i shikojmë disa nga këto të... po. Është e vërtetë se protestat e fundit treguan se në gjirin e popullit shqiptar ka të rinj, ka forca që e duan natyrën, që e duan vendin në cilin jetojnë. Dhe të shikosh ata të rinj, ato gra, ato nuse të reja, me fëmijët dalin në një protestë qytetare, pa asnjë problem, si që ndodh me protestat e organizuar nga opozita apo nga partitë politike. Ke qef t'i shikosh, të mbushin me gëzim dhe me optimizm. Me të drejtë shtrohet pyetja, pse arritëm deri këtu? Në këtë tani mund vendosni pamjen nënt, ju lutem regjia. Në këto protesta kaq të mëdha, protesta masive. Po është ajo që ju e diskutuat dhe në një emision që ishte pika e fundit që u derdh një gotë që ishte mbushur plot, që e derdhi gotën, ose ishin rrahet asaj flutre në Brazil që shkakton tornadon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ishte një shkëndij, si thua, që i dha shkas gjithë këtij televizje, gjithë këtij mase të madhe që po proteston me qytetari në rrugët e Tiranës, po jo vetëm Tiranës, po në qytetet e tjera të Shqipërisë, madje edhe të botës. Tashmë problemi i Zvërnecit është bërë problem botëror. Baj një minutë këtu, regjia, po. Është bërë një problem vërtet botëror. Edhe natyrisht, unë kam bindjen se protesta do t'i qëndroj këtij problemi, mjedisit, problemeve të natyrës, dëmtimit të zonave të mbrojtura. Se natyrisht një lëvizje kaq të madhe mund të ketë edhe rryma të ndryshme. Ka interpretime nga më të ndryshme. Por uroj që drejtuesit e protestës ta mbajnë boshin drejt problemeve. Ju më keni dërguar një hartë me disa njolla brenda. Çfarë është kjo hartë? Është njëra nga ato? Kjo është një nga pasojat e ligjit 21/2024. Ligji që rishikoi ligjin e zonave të mbrojtura të vitit 2017. Një ligj, kam fjalën gjithmonë për 2017, mjaft i mirë, i konsultuar me sa duket edhe me të huaj, por që i vinte pikat mijim, ruajtjen dhe mbrojtjen, zhvillimin e zonave të mbrojtura. Në fakt, u ec mirë deri në 2024, ku u rishikua, u rrit sipërfaqja e mbrojtur, u rritë numri i zonave të mbrojtura dhe ne krahasoheshim në vendet me përqindje të konsiderueshme të zonave të mbrojtura, duke zbatuar një nga detyrat e Komitetit Evropian për të rritur sipërfaqen e zonave të mbrojtura, duke arritur 21.7% të territorit të vendit tonë. Pra, gati 1/5 dhe diçka më shumë e territorit u shpall e mbrojtur. Por fatkeqësia qëndron se ato qëndrojnë vetëm në letër. Dhe këtë e bëri e acaroi më tepër pikërisht modifikime që ju bën në ligjit të zonave të mbrojtura në 2024. Dhe ishin këto çfarë tregon kjo hartë? Aty do të është, kemi parkun kombëtar të Malit të Dajtit, qafë Shtampës, në krah është parku natyror Mali me Groba Biz Martanish. Siç e shikoj, nuk kanë asnjë vrimë, si thuash, në sipërfaqen e tyre. Është gjendja e tyre deri në 2024. 2024
me ndryshime që bëri, krijoi mundësinë që brenda zonave të mbrojtura të krijoheshin nën zona, të krijoheshin hapësira, vrima në kuptimin figurativ të fjalës, ku mund të zhvilloheshin aktivitete ekonomike. Dhe shikoni tash Mali i Dajtit, një nga parqe simbol që ne kemi, e shqiptari që është shpallur në vendin tonë, me park kombëtar. E shqiptari që ne kemi park kombëtar. Zonë mbrojtur edhe i mbrojtur, edhe i ruajtur mjaft mirë. Pra si ka qenë aty? Si ka qenë atje. Tash shikoj, gjithë ato njollat e bardhat janë sipërfaqe që kanë jashtë vëmendjes, jashtë mbrojtjes. Në to mund të investoj kushdo. A thua se ata vjen me helikopter në atë një ajo që të vesh atje duhet ta për rrugë, të mësosh ambientin e gjithçka. Praktikisht duhet ta shkatrosh gjithë Mali. Padyshim. Edhe të vesh dorë me Malin e Dajtit të shkrim për mua. Këtë park që krenohet Tirana, duhet krenohet mbi të gjithë dhe që e kanë vlerësuar edhe tuajt. Ne kemi shkuar me tuajt e tjerë dhe kanë mbetur të mbaknitur për vlerat që ka ky park. Mund vazhdoni regjia. Po, ju keni, është edhe këtu tash. Po, e shikoni tash gjendja para 2024 dhe gjendja mbas 2024. E gjithë ajo brezi në lindje të Karavastas, lagunës Karavastas, është hequr nga mbrojtja. Pra, i është dhënë biznesit për investime në atë. Edhe nuk është pak, po është një hapësirë jo e vogël. 2024 ishte kështu, në 2024. Shikoj, atje nuk ekziston, është një rrugë e dikurshme, pa krijuar probleme dhe gjithçka ishte nën kontroll dhe zhvilloheshin në përputhje me ligjin e zonave të mbrojtura. Shikoj çfarë ndodhi. Sipërfaqja e këtij parku u zvoglua dhe për më tepër u krijua mundësi që në të dëmtohet bota gjallë, biodiversiteti për cilën edhe ky park mbahet si nga parqet më të mira që ne kemi. Vazhdoni regjia, nuk e di se çfarë ka tjetër pas kësaj tash. Po, regjia vazhdoni, ju lutem, duhet ketë besoj edhe një hartë tjetër. Është një hartë tjetër. Ja, është edhe kjo këtu. Shikoni njollat e bardha në parkun kombëtar të Butrindit. Po, ne kemi... Është manastiri, që qape manastiri të famshëm. E kemi nëncuar. Është kthyer në një kantier ndërtimi, në një njollë të bardhë, beton dhe gjithçka. Ne po ecim tash në rrugën e zhvillimit të turizmit me beton. Betoni dhe turizmi kundërshtojnë njëri tjetrin. Nuk është kjo rruga e zhvillimit të turizmit në vendin tonë. Rruga e zhvillimit në vendin tonë është rruga që respekton mjedisin, respekton vlerat natyrore. Ekzistojnë të gjitha mundësitë që edhe turizmi ta zhvillosh, qoftë edhe elitar, por dhe në njëjtën kohë të ruash, të mbrosh natyrën në përputhje me standardet evropiane për mjedisin. Por kjo kërkon padyshim studime. Studimet të detajuara dhe studimet të cilat i kryejnë specialistë, studiusit. Kjo është shpallur ky park kombëtar i Dajtit apo parqet e tjera të vendit tonë, kanë punuar grupe të tërë ekspertësh, studiusish, profesor të fushave nga më të ndryshme, nuk e përfshirë nga biologët te gjeografët dhe shumë fusha të tjera. Dhe ishte rezultati një pune mjaft të mirë kolektive që në së fundit formuloj argumentat për të shpallur zonë të mbrojtje, për caktoj kufit, për caktoj ndarjen brenda zonës së mbrojtur në zona e plot aktivitetet tjera. Dhe ishte kjo bazë shkencore që sipërfaqja e mbrojtur në vendin tonë eci të urrit vazhdimisht deri në 21.7 siç e tham. Po, për fat keq, kjo traditë kaq e mirë në shpalljen është shkelur kohët e fundit. Sepse është një tjetër. Jemi këtu tash. Pish poro nartë apo ja. Po. Shikoni, është zona e aeroportit, e cila ishte brenda një zone të mbrojtur. Aty narta është një nga perlat e natyrës sonë. Është një nga thesaret e biodiversitetit të vendit tonë. Në mënyrë të veçantë të shpendëve.
të futesh një aeroport brenda këtij resorti, brenda këtij brenda kësaj zone, parku natyror, peizazhi mbrojtur siç e ka statusin e tij, do të thotë që të shkatrosh biodiversitetin, të shkatrosh gjithçka që është. Edhe njerë dua ta theksoj që edhe unë, po të asnjë nga ambientalistët mjedisorët nuk janë kundër zhvillimit. Absolutisht, ne kemi thënë disa herë këtu në emisionin. Pikërisht. Edhe kundër këtyre projekteve. Megjithatë duan kanalizuar që më shumë të përfitojë masa e gjerë e njerëzve se sa njerëzit të veçanë, njerëzit e pasur. Por në këto formë çdo gjë e paqartë në mister, se ç'është vetuhet një shumë e madhe $4 miliardë, më për dalë mirë, shumë mirë që vinë, janë të mirë pritura, i kanë mirë pritur shumë vende dhe ne duhet të mirë presim kush e gjemi. Por ama, çfarë është ky investim? Ç'është ky projekt? Çfarë ka për në përmbajtjen e vet? Ka përmbajtje si në palas, si në manastir që janë ndërtuar vila, ku përfitojnë ata që janë të pasur. Gjithë të tjerët pastaj që mbetet publikut. Çfarë do fitoj publiku? Është turizmi ai që t'i jep edhe publikut, qoftë me investimet që ka mbështetje, me taksa që merr shteti, po qoftë edhe me punësimin. Pra ma ndërto vila dhe shiti vilat, këtu përfitojnë ata që ndërtojnë, ndërtuesit përfitojnë edhe ata që ka paratë dhe i blenë. Është një taksë e papërfillshme se është sezonale, bëhet një herë. Atëre lind pyetja, çfarë përfiton publiku nga ky lloj? Ky investim që do bëhet në Zvërnec apo në Sazan, çfarë përmbajtje ka? Do jetë një investim në përputhje me natyrën, me veçoritë natyrore. Është një investim që vërtet do të presë turistë elitar, apo që paguajnë shumë, paguajnë 2-3 euro në nata, apo do jetë thjesht siç është manastiri, palasa, ku do ndërtohen vila, dhe këto vila pastaj ata i shesin edhe çfarë përfitoj shqiptari, çfarë përfitoj publiku shqiptar. Prandaj ka rëndësi që të edhe ju keni dërguar dhe një hartë tjetër për lumin Bun dhe për Velipojen. Ja, si ka qënë, si ishte dhe si është propozuar. Shikon tash është mbushur me njolla të bardha. Të gjitha ato njolla të bardha janë areale, janë sipërfaqe që u jepen biznesmenëve për investim. Se çfarë investimi bëhet, është Zoti që e di. Sepse ajo që kërkohet në projekte mëdha, po dhe në projektet e zakonshme, kërkohet jo një vlerësim i zakonshëm i ndikimit të mjedis. Që zakonisht e bëjnë ata që paguhen nga investitori. Pra i e paguan, edhe ai bën një studim dhe i thotë ja ku e ke, vazhdo punën. Vlerësimet e thelluara në mjedis duhet i bëjnë specialistët, studiusit, e pavarur. T'jenë studius, t'jenë shkencëtar, ka studio bota që janë krejtësisht pavarura, me studius, me shkencëtar brenda, që bëjnë një vlerësim të saktë se çfarë do të sjellë ky projekt. Së pari përpilohet projekti, ku ka gjithçka i detajuar, dhe pastaj ky projekt vlerësohet se çfarë ndikimi do sjellë në mjedis. Mirë po tek ne do të kundërta. Do të kundërta. Ju, nuk e dia, ka tjetër regje, lutem. Po, është edhe një hartë tjetër, më duket dhe pastaj do të kalojmë. Po, ja. Kjo është liqeneve, një mrekulli e natyrës. Është i vim tek liqenet akullnajor, që do t'i shikojmë këtu, që do t'dalë ju keni... Ja, mbajni këtu. Me që filluam me liqenet, në premate, kjo është një nga format më agresive të veprimit të turizmit mbi liqenjat akullnajor të vendit tonë. Ne bëjmë një studim mbi liqenjat akullnajore, evidentuam 223 liqenjat akullnajor me vlera të jashtëzakonshme. Vende që kanë liqenjat akullnajore quajnë vetëm me fat, i shpallin zona rreptësisht të mbrojtura, ku nuk të lënë të afrohesh atje.
që të vesh atje afër, mund të vesh dhe me mjete optike të shikosh. Po jo të vesh ashtu i djersitur si që e të zhytesh në këtë liqen. Sepse ata kanë botë të gjallë, ekosistemi e tyre është jashtëzakonisht i brishtë. Në to jetojnë gjallësa që me një ndryrje sa do të vogël ato zhduken. Përveç bukurive që ka. Jemi në qafën e tërthores. Dhe qafa që lidh bogën me Balbon, me Ragamin, që nga luginën e thethit me atë të Balbonës. Mund qafë ishte një liqen. Liqen i vogël Akunajër. Shqipari liqen Akunajër që kam paru në vendin tonë. Shikojnë tash ndërhyrja brutale e turizmit. E ka betonuar ai përreth. Një ndërhyrje krejtësisht e gabuar, një ndërhyrje krejtësisht e ndaluar. Në të nuk duhet në liqenet Akunajor të jenë dhe ky është dhe monument natyre. E kemi shpallë dhe monument natyre. Sepse ishte e veçuar në ato përmasa, në ato vendosje që ishte pranë që të mund të vizitoshe, u shpallë dhe monument natyre. Ky është i paprekshëm, i pa tjetërsushëm. Shiko si e ka tjetërsuar ky. Pra, nëse do të shkatrosh vlerat e liqeneve, vlerat e natyres tonë, apliko këtë formë të shfrytëzimit të liqeneve për zhvillimin e turizmit. Vazhdo Regjia. Frika jonë është, mirë bëm atë studim, evidentuam gjithë ato vlera, prap një liqen Akunajor. Ky duke se është liqeni Zi? Jo, ky është në liqeni Koçaj në afër liqenit të Zi, në Batër Martanesh. Në Batër Martanesh. Në Batër Martanesh. Kam qenë. Që ta mbaronje një rrezik tjetër i këtyre ekosistemeve të brishta, është marrja ujit tyre për hidrocentralet. Kjo filloi edhe para... Ja, ky është libri që ne kemi botuar. Votoi edhe para viteve 90. Liqeni i Zi, një nga perlat e natyrës sonë, është i Zi, jo pse ka ujë të piste, ujë shumë i pastër, po në fund ka depozitime të kromiteve me ngjyrë të zezë, ato reflektojnë së faqe, dhe është një liqen më thellë. Këtu u mor ujë për një kanal ujitës që shkonte deri Maqellar, ujitjes. Për ato qëllime që kishte ai sistem. Mirë po midis nivelit maksimal dhe nivelit minimal u krua një bres, një kancerose e kemi quajtur. Vetëm në arsye sepse aty u zhduk komplet bimësia. Ajo bukurie rrallë u cënua. Vlerat e ti... Ju keni vënë re edhe këtë tjetër? Ashtu, një rrezik tjetër. Mbase është bërë publike, gjithandej thuhet, bile thuhet dhe me krenari. Me krenari nga një. Me krenari të madhe, ata që merret me problemet e turizmit që po sulmojnë malet tash edhe përmjet motorave, edhe sidomos ato motorat me 4 rrota. Me 4 rrota. Me 4 rrota. Këta hyjnë kudo. Janë dhe të guximshëm, të servitur, të aftë, rrugë pa rrugë. Shkelin livadhet tona. Rrotat e tyre, duke xhiruar, shkatroj bimësin dhe i krijojnë mundësi që në ato sipërfaqe që zhduket bimësia, ato vijat e rrotave të tyre, të zhvillohet procesi i erozionit. Dhe në kushtet e klimës mesetare me ecje të kundërt temperaturës me rreshjet, është erozioni që fiton ndaj aftësisë rigjeneruese të bimësisë. Ai shfrytëzon bota këtë mundësi. Padyshim që e shfrytëzon. Por ama i ka përcaktuar shtimet. I ka përcaktuar se ku do të shkoj, ku do të kaloj. Doli jashtë ai gjobitet. Gjobitet me një herë. Shiko ç'bëhet këtu. Ja, grupe të tëra me motor. Vinë plot, se këtu është hapur. Po pra, po, han pa porta. Han pa porta. Shko ku të duash, bëj si të duash, ec nga të duash, bëj se në përmajët e maleve, në për liqenet Akunajor. Çfarë mrekullie është ky liqen këtë? Ja. Janë vlera vërtet të ralla. Edhe frika jonë tash është... Vazhdoni Regjia, po. Që ne vërtet i bëm publike atë liqen, për çdo liqen është janë tënë informacion sakte, mirë më tha njeri që më mirë të mos dihet se sa ta bësh publike. Sepse njerëzit tash më hapin atë librin e shikojnë liqeni i Jezercës ato, burrat shkojmë në liqenin e Jezercës. Pra, tash po mbarojnë tokat në Bregdet, në fush, në Kodra dhe po më syet në Malde. Kjo është një nga arsyet e forta që ne duhet të protestojmë. Ne duhet të protestojmë. Mbi 150 akademik shqiptar
nga Evropa kanë firmosur një peticion, një kërkesë të fuqishme drejtuar qeverisë sonë që të anullojë ndryshimet e 2024 dhe të ligjit të zonave të mbrojtura. Të anullojë ligjin mbi investime strategjike. E plot aktivitet tjerë. Nesër një grup studiosish shkojmë në Zvërnes për ta parë edhe një herë nga afër. Ne kemi bërë një studim të detajuar me profesor Alekon që kemi në krye udhëheqës në gjitha drejtimet. Ne kemi bërë një studim prapë me profesor Alekon në krye për deltën e Vjosës. E kemi paraqitur edhe këtu, ai studimi ka shkuar edhe qeverisi ka shkuar gjithë. Pikërisht. Sepse u shpall vërtet, mirë u bë që u shpall park kombëtar Lumi i Vjosës, por e lanë atë park pa kokë. Sepse delta, me sa duket që këto parashikime, delta është thesari e një lumi. Absolutisht. Aty ka një botë të gjallë të larmisht, sepse ka ndërthurje të ambjentat të lagshta me ambjentat të thata, bimësi nga më të ndryshme, buji ëmbël, uji i mjen, më të uji kripur. Edhe ka një lëvizje një dinamik jashtëzakonisht të madhe që krijon një biodiversitet të jashtëzakonshëm. Unë jam i kënaqur sepse këtu në emisionin ADN që para 3 vjetësh ju keni ngritur shqetësimet e para. Kujtohet e kemi nisur me shpellën e Pllumbasit dhe ju kishit edhe me projektit që patët bërë ju se si mund të shfrytëzohet, një projekt që nuk u realizua kur. Ai vazhdon të mbetet në sirtar. Dhe më vjen mirë që shqetësimet tuaja më në fund të dëgjuan dhe ky zgjim, si të thuash, i vetdijes kolektive për natyrën të prodhojë atë dëshirë që keni dhe ju që natyra të ruhet dhe të mbrohet dhe vendi të zhvillohet ashtu siç duhet të zhvillohet dhe jo duke shkatruar natyrën. Brenda standardeve evropiane. Faleminderit që ishit. Faleminderit ju.